Ç'a bëhet? Ke parasysh kur i të thonë muhabet çunave në tavolinë isha tu zgje me 120 në orë ka autostrada, gati për plasa. Veç kur futet njëri nga çunat ndërpret fjalën. Kjo s'është as i gjomë zemra, unë isha tu zgje me 130 dhe gati për plasa. Keni parasysh vetëm se i cili ishte shoku që e bën këtë gjë. Duhet t'ia çoni këtë video. Plako, nuk është kompeticion, e kuptoj. Thjesht po të them diçka më plak. Si ka mundësi që e kështu ti më plak? Edhe me kështu kam fjalën perfekt. Si e kaq perfekt gjatë gjithë kohës ti më plak? Nëse unë isha tu i dhon makinës me 120 diet ti ke qenë tu i dhon me 130. Rastësisht, ti je gjithmonë më mirë se unë. Nëse unë kapa 200.000 lekë ekstra të punë, ti ke kap 300, nëse unë rafa 4 veta, diet ti ke rraf 6 veta. A nuk më nëse e kupton, nuk është që jetu rrejt sa remër plak. Kjo nuk është gjëja më toksike që bën. Hajt më ke këto histori po ta falim. Gjëja më toksike që bën është kur janë të thon çunat në muhabet për halle që kanë tash për momentin dhe ti ndërpret fjalën i thon un kam pas halle më të mëdha. Edhe me halle do më konkurru më plak. Gjithçka është kompeticion për ty. Pse nuk e nigjon një herë atë shokun çfarë do të thon se ka hall? Çka ke më plak i mërzit po mdukesh po të shoh mirë. Hiç më e çun plaku në operacion ndjesisht e mirë fare. Sa më çapati plaku kishte problem urgjent me veshka, duhet fut operacion direkt. Po, ec më zemra mos e mërzit. Plaku im ka jetuar me tu bajri 3 vjet. Shikoj më plak zotit bekov ty edhe plakun ta inshallah është bë më mirë tash po flissim me plakun tim. Pse është çdo gjë kompeticion për ty më plak? Pse duhet të jesh më i mirë në tavolinë gjatë gjithë kohës më narcisist muti? Që nëse doni më maj shoqërinë që keni tash ju, sugjeroj të ndaloni se bëni këtë gjë. Është komplet toksike, nuk shërben askujt për asnjë gjë, thjesht ti ndihesh çik më mirë tash. Bravo plak, shpresoj të të bëj të ndihesh mirë, fakti që ndihesh mirë. Kur rris çunave e bune. Edhe mas 5 minutash do të ketë hika ndjesi e mirë, e kuptoj se gjitha ndjesit të tjera. Ça fitove më idiot. E dini vetë besoj ku duhet t'ia çoni këtë video.